Presidenti Amerikan Donald Trump ka sinjalizuar se është i gatshëm të rikthejë Turqinë në programin e avionëve luftarak F-35 duke përmbysur një vendim të marrë nga vetë ai 7 vite më parë për arsye sigurie kombëtare. Vendimi i mundshëm vjen ndërsa Trump ishte në Ankara për samitin e NATO-s dhe më herët ka thënë se po përgatit një dhuratë që do t'ja bëj Erdogan dhe do t'a bëj atë të lumtur. Megjithatë, lëvizja mund të përballet edhe me kundërshtime në Kongresin Amerikan, i cili mund të përpiqet ta blokojë atë. 4 zyrtarë të lartë administratës amerikane thanë se ndryshimi i politikës është përgatitur prej javësh nga zyrtarët e sigurisë kombëtare, të cilët kanë punuar për të zgjidhur ngërçin mes Washingtonit dhe Ankaras. Edhe pse zyrtarët kanë ndallime për mënyrën se si do të kapërcehen kufizimet ligjore dhe ato të Kongresit, ata thanë se Trump pritet të paktën të shprehë qëllimin për t'i dhënë Turqisë mundësinë për të marrë avionët F-35, edhe pse ende nuk dihet se kur mund të realizohet kjo. Sipas zyrtarëve, ekziston mundësia që dy liderët të shkëmbejnë letra zyrtare për të nisur këtë proces. Turqia u përjashtua nga programi F-35 për shkak të raketave ruse S-400. Në 2019, gjatë mandatit të parë të Trump, Turqia u përjashtua nga programi pasi bleu sistemin avancuar rus të mbrojtjes ajrore. Në atë kohë, Washingtoni argumentoi se ekziston rreziku që Rusia të mësonte të dhëna mbi teknologjinë e avionëve amerikan të padukshëm ndaj radarëve. Shtëpia e Bardhë deklaroi aso kohe se F-35 nuk mund të bashkëjetojë me një platformë ruse të mbledhjes së inteligjencës që do të përdorej për të mësuar mbi aftësinë e tij të avancuar. Administrata amerikane tha se blerja S-400 nga Turqia dëmtonte angazhimin e aleantëve të NATO-s për të larguar nga sistemet ruse. Për të rikthyer Turqinë në programin F-35, administrata amerikane duhet të kapërcejë një ligj të miratuar nga Kongresi në 2020, i cili ndalon shitjen e avionëve nëse Turqia vazhdon të ketë sisteme ruse S-400. Një zyrtar amerikan, përfshirë një negociator, tha se një mundësi është që sistemet S-400 të dorëzohen në një palë të tretë. Një tjetër zyrtar tha se mekanizmi ende nuk është përcaktuar. Në të kaluarën është deklaruar mundësia që sistemet ruse t'i kalonin Ukrainës për t'i përdorur kundër Rusisë. Por kjo ide dështoi dhe sot duket pak e mundshme. Një tjetër opsion që është përmendur është çaktivizimi i tyre duke hequr pjesët kyçe. Turqia ka bërë përpjekje prej vitesh për të rikthyer në programin F-35, por deri tani ka refuzuar të heqë dorë nga sistemet ruse të mbrojtjes ajrore. Trump ka shfaqur prej kohësh pak kënaqësi me vendimin për përjashtimin e Turqisë dhe shpesh ka fajsuar administratën e ish-presidentit Barack Obama për krijimin e një situate që nga rikthimi në detyrë. Trump ka folur publikisht dhe privatisht për mundësinë e ndryshimit të këtij vendimi.